doktor, unë mendoj se partia jonë ka shumë probleme. Mendoj që është shumë e mirë që ne të bënim një takim tjetër, pa kamera, sepse unë jam me parimin që problemet e shtëpisë fliten brenda shtëpisë dhe nuk fliten në sytë e botës. Ne çdo të hënë bëjmë këto foltoret para kryeministrisë. Që themi drejtën, pjesëmarrja nuk është shumë e kënaqshme. Shumë nga ata folës që dalin aty nuk janë të denjë për të na përfaqësuar, sepse të dalin aty njerëz që flasin kuturu, disa kanë qenë dhe tap, që u merret goja kur flasin, na dëmton të gjithëve. Na dëmton më shumë ne se sa ju, doktor. Të jemi specifik, çdo të hënë t'i drejtohemi një problemi, të kemi ekspert të vërtet. Një foltore nuk është një protest masive. Është e asaj për mase. A mund të përzgjidhen më mirë folsat? Absolutisht po, dhe ke shumë të drejtë. Nuk jam specialist i këndëve të ngushta, kështu që të hynë ajo që doja të thoja për ta përmbyllur diskutimin e kolegëve është ai këndi, domethënë që është universal, që po gjej veten shpesh përsërisat tënën e shtani që me të njëjtët njerëz, me të njëjtat metoda, të prodhosh të njëjtat rezultate. Pra me figura si Berisha, me këto metodat o foltore, o proteste madhe, e kështu, domethënë me hallet e Berisha nuk mund të arrish të argëzosh këtë qeveri. Unë mendoj që kjo është një qeveri e cila ka një konsum të lahtarshëm dhe të paimagjinueshëm në pushtet, dhe që ka një bilanci më katastrofik në raport me atë periudhën kur e nisi. Domethënë nuk ka përmbyllur asnjë nga reformat e mëdha të shoqërisë apo të shtetit, as reformën në arsim, as në shëndetësi, as në bujqësi, dhe mendoj që ballafaqimi apo imponimi i qeverisë që të ballafaqohet me vetveten, kjo do ishte rrugë e dur. Të pretendosh të rush iniciativën politike duke ndëjtur mbrapa spakut, në momentin kur ti vetë ke disa njerëz që janë ndjekur nga spaku, mendoj që është rrugë e gabuar. Ta godasësh Ramën te politika ndërkombëtare në cilën, siç e treguam, edhe siç ai ishte edhe me këmishë, favorizonte kontekstin ndërkombëtar, kur ai ka marrëdhënie që shumë të mira me BE-ja ose BE-ja do që ta favorizojë Shqipërinë, mendoj që është rrugë e gabuar, po ashtu ajo që tha afrimi se ata duan që ndërgjegjësojnë BE-n. BE-ja e di shumë mirë se si është situata këtu. Por unë mendoj që duhet folur me shqiptarët. Dhe me shqiptarët nuk folet duke akuzuar për korrupsion këtë pas, sepse spaku punon vetë, bile sa më shumë flasë opozita në ato hullit që hap spaku, aq më keq e politizon veprimin e spakut. Pra unë mendoj që duhet folur për qeverisjen reale. Ky është dhe më në fund ka diçka tjetër. Ne jemi në një kohë që ka rëndësi strategjike për kombin shqiptar, pra hyrja në BE. Në vendet normale duhet kishte impakt qeverisje, ndoshta edhe qeverisje teknike, qeverisje të urtë, ku do të se çfarë. Sepse duhet që këto 2 vjet konfliktualiteti politik duhet të ishte në niveli më të ulët. Ne parakalojmë Serbinë në integrimin evropian, në një shtet që është më i fuqishëm, armiku ynë historik, dhe në këtë kuptim të përdorësh një kartë e cila rezonon me ato që janë akuzat e armiqve tanë se Shqipëria është narkoshtet, është jo normale, do të thonë nuk është kombëtare. Shqipëria nuk është narkoshtet. Shqipëria sigurisht financohet pjesërisht nga burimet lidhura me drogën, mund të jenë X%, por nuk është narkoshtet si asnjë përkufizim ndërkombëtar. Kështu që pretendosh se të ngresh këtë temë, ta përsëritësh, të denoncosh shtetin tënd, në terma të tilla nuk është rrugë e dur. Duhet të flasësh shqiptarëve, nëse se ke besim nëse ndjek fshati jot, atëherë mos pritet të ndjeki kombi jot. Megjithatë ka edhe një qasje që u pa edhe në atë mbledhje analistë të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku zoti Rama tha që edhe për ligjet e integrimit, çfarë të sjell qeveria nuk do të ndryshojë në parlament. Ligjet e integrimit janë aki komunitar, ajo është qasja ndaj opozitës që ti ke, sepse opozita në këtë rast ai ka qasje arrogante, pa diskutim. Ka ndodhur në fakt, ne po ndodh, por ka ndodhur një gjë që ne i kishim parashikuar përpara, që deri diku parlamenti ka dhënë nga funksionet e veta. Unë po ju marr një prej ligjeve, ligji për lobingun,
Çështja e ligjit lobingu na lindi si problematik kur ne morëm vesh që miliona tona shkuan SBA o për parti, o për persona që janë në burg, ose në kërkim, ose tjerë, duke paguar firma lobusa dhe akuza që pati edhe me kompani të huaja. Edhe në vend që të shkosh ta zgjidhës këtë problemi, këta kanë propozuar një ligj që nuk e trajton këtë problemi, që e ka lënë nga institucioni që merret me konfliktin interesit të institucion tjetër që s'ka lidhje me këtë gjë dhe praktikisht i thon Bruksel ne kemi bërë, por praktikisht me ligje mbyllin gjithë problematikën dhe nuk e zgjidhin. Nën përpjekja për të bërë një ne quajmë ligje me kilogram për të shkuar në Bruksel dhe për të thënë kemi bërë, siç ishte ai dekriminalizimi për median sot. Ku thuhet vetëm gazdarët të cilët i njohim me status në gazdari, se kush e përcakton në qeveri status në gazdari, një zot e merr vesh. Por do thot rënia e parlamentit edhe ka kufizuar deri diku mundësinë për të bërë politik, por të them të drejtën. E thanë edhe për qytetarët. Imagjino që vendos sot shqiptarëve të thuash kemi festivalin e muzikës dhe të vesh koncertin e vitit 93, 94, 95. Opozita ka vendos koncertet e atyre viteve për t'ju thënë që zgjidhni këtë lloj muzike që shqiptarët gjenerata sot mas nuk e kupton, jo me ta dëgjoj. Kështu që mesazhet e të rinjve janë deri diku pika ku s'mbahet më, ku ata kërkojnë ndryshim. Unë mendoj që leadershipi sot në PD se ka të pamundur për të ndryshuar. Sepse gjithmonë ndryshimi vjen nga njerëz që janë gatshëm të sakrifikojnë dhe të njohin përgjegjësi. Kurse në momentin që bashkohen të gjithë individët që janë përgjegjës, në një ata kanë pamundur që të shkojnë te një përgjegjësi. Okej, shumë faleminderit. Merita, nëse mundem shkurtimisht. Po Aldin. 30 sekonda. 10. Dy janë para kushte themelore që e kthejnë një opozitë në një forcë politike ose në një koalicion politik fitues. Së pari duhet të jetë e bashkuar dhe kjo opozitë nuk është e bashkuar, është e përqarë dhe e ndarë në shumë tema. Dhe së dyti, duhet bëj atë që thot Boris Johnson. Duhet zotrojë të ardhmen, pra duhet t'ju ofrojë njerëzve një vizion tjetër, besueshëm, një alternativë tjetër, një alternativë konkrete që prek në thelb problemet e tyre, por dhe ju ofron zgjidhje të besueshme dhe afatgjat. Pra, duhet të zotrojë të ardhmen. Nuk kemi akoma këtu. Nuk e zotron të ardhmen, përkundrazi, mendoj që ka ngelur mbrapa dhe flet me gjuhën e të shkuarës. Shumë e qartë dhe me këtë mesazh e mbyllim programin për sonte. Faleminderit zoti Gjeta që ishit i pranishëm, zoti Nazarko, zoti Krasniqi, faleminderit që ndat mendimet tuaja mbi këtë aktualitet. Shikues të nderuar, ky ishte çdo kënd për sonte. Shumë faleminderit që na ndoqët, natën e mirë. Ne do të shihemi të premten që vjen.